Pa i tregu botërore rregullon ato besoj. Tanaj po ndikon edhe të na randomon që është shkon zinxhir. A është përballueshme me çmimin e Vallai, ju s'është për të na, për kushtet tona në Kosovë këtu ju. Është e nalt. Po besoj që do të më liru këta, do të më marrë mosa shteti diçka me boll, shembull me ul ato të veshërat apo di ato me ndiku diçka se për besë shumë është. Është shumë shtrajt është. Për standarde unë është shumë. Kjo rritje do të thotë e naftës edhe benzinit nuk është e mirëseardhur tek ne, mbasi edhe rrogat nuk janë që po rriten. Do të thotë çmimet edhe ushqimi, edhe nafta, benzini, gjitha po ngriten. Mirë po rrogat po mbesin njëjtë. Do të thotë vështirë që janë të përballueshme. Do të thotë çdo familje tash ka ankesa, është vështirë për me jetu. Plus kur e dim që rrogat nuk janë edhe aq të mira në Kosovë. Nuk po vlerësohemi, shkurt e shqip, nuk po vlerësohemi si duhet. Se di, si do t'ja bojmë nuk e di. Pa i zgjidhja duhet pak të shiqojnë edhe nivelizimin e çmimeve, edhe unë e di që edhe tregu do të të luan rol, tregu botror, edhe tek ne. Mirë po ata duhet ta dinë se si e kemi ne standardin, ne nuk mund të krahasohemi me evropianët edhe me shtetet që janë më të forta se ne.